Respekti për ligjin. Në shoqërinë e civilizuar njerëzit nuk mund të jetojnë pa ligje. Aty ku mbisundon ligji i xhunglës, aty nuk ka shoqëri të civilizuar. Për udhëheqjen e mirë të administratës shoqërore të rëndësisë esenciale janë ligjet e përcaktuara në mënyrë të drejtë. Këto ligje shërbejnë për mirëmbajtjen e rendit dhe për të siguruar ndëshkimin e merituar dhe adekuat për fajtorët. Për rehatin dhe sigurinë e popullatës, ligjet janë plotësisht të nevojshme. Në vendet ku ka mirëkuptim mes njerëzve dhe ligjvënësve, ligjet nxirren për leverdinë e njerëzve, prandaj edhe ata i respektojnë këto ligje. Në një shtet mund të ketë mbarvajtje të përgjithshme nëse populli i vendi i nënshtrohet ligjit. Në vendet ku ligjvënësit punojnë me motive të fshehta egoiste dhe gjatë formimit të ligjit nuk e kanë ndërmend mbarvajtjen e njerëzve, aty njerëzit nuk e nderojnë ligjin dhe në atë shoqëri paraqiten pakënaqësitë. Fatkeqësisht shteti ynë ishte përballur më herët me një situatë ngjashme, është fjala për regjimin e Shahut në Iran. Shumica e ligjeve nuk ishin as islam as për të mirën e njerëzve. Ligjet formuloheshin duke pasur ndërmend rrethin udhëheqës dhe dëshirat e imperialistëve e të kukullave të tyre. Asnjë vëmendje nuk i ishte kushtuar telasheve të punëtorëve dhe popullatës së paprivilegjuar. Ligjvënësit janë munduar ta mashtrojnë dhe ta nënshtrojnë popullin me ligjet shtypse dhe tiranike. Respekti për ligjet legjitime dhe për të mirën e popullit është esencial dhe prindërit duhet t'ua shpjegojnë fëmijëve këto. Kur fëmia vëren se prindërit e kalojnë në rrugën vetëm prej vendkalimit të këmsorëve, ai do të kuptojë se edhe ai duhet ta bëjë të njëjtën. Ai do të pranojë shprehinë e ndjekjes së ligjeve të sigurisë dhe asnjëherë të mos i shkelë ato. Prindërit duhet t'u tregojnë fëmijëve se makinat dhe mjetet e tjera lëvizëse e kanë të drejtën e lëvizjes nëpër rrugë dhe këmbësorët mund të shfrytëzojnë vetëm kalimin e këmsorëve kur dëshirojnë të kalojnë në anën tjetër të rrugës. Këmbësorët që anashkarojnë këtë rregull bëjnë kundërvajtje dhe i janë ekspozuar rrezikut të fatkeqësisë. Kur fëmia ta kuptojë përparësinë e veprimit në përputhje me ligjin, ai do të bëhet një qytetar i mirë. Aliu, urdhëruesi besimtarëve, thotë, shprehit janë natyra e dytë e njeriut.